Konkretisht flasim për xhaminë e madhe të kryeqytetit ku Myftiu i Kosovës Naim Tërnava mbajti ligjëratën e tij. Aty bëri thirrje për ruajtje morali, kulture, gjuhe e kombi, por apeli kryesor ishte për familje të mëdha, pasi siç tha, rënja e lindjeve është shqetësuese. Këta janë hoxhallarët kryesor të Kosovës. E janë mbledhur në xhamin Sultan Fatiha, që është kryesorja në vend. Këto me organizimin e Bashkësisë Islame dhe nën drejtimin e Myftiut Naim Tërnava, po mbahet ceremonia qendrore e faljes së namazit të Kurban Bajramit. Në këtë ditë feste u kërkua të ruhet morali, kultura, gjuha e kombi. Është ditë kur ne si besimtar, por edhe si shoqëri, i kthejmë syt edhe më shumë drejt njëri tjetrit me dëmshuri, solidaritet dhe përgjegjësi. Në këtë frym u kërkua diçka edhe më specifike se kaq. Tërnava tha se shteti duhet të shkruajë një strategji për natalitetin, pasi rënja e lindjeve është, siç tha, alarm kombëtar. Madje e dha edhe një ide se si mund të stimulohen familjet që kanë më shumë se 4 fëmijë. I propozoj qeverisë që t'ia dhuroj të gjithëve nga një banesë, gratis. Kjo nuk është thjesht vetëm nevojë ekonomike për këto familje, por është edhe përgjegjësi morale, fetare dhe kombëtare, sepse duke përkrahur familjen e madhe, ne ndërtojmë një shoqëri të shëndosh dhe një të ardhme të qëndrueshme. Deshti po ashtu edhe forma tjera të ndihmave. Shëndetësore dhe sociale për këto familje dhe këta fëmijë. Megjithatë nuk harroi të përmend që jo vetëm shteti, po kushdo që ka e mundet të ndihmojë të varfrit dhe jetimët, sidomos në ditë feste si kjo të premten. E si zakonisht Myftiu